Kryeministri Hristian Mickoski tha se është kurioz të mësoj më shumë rreth idesë për integrim gradual në Bashkimin Evropian. Kreu Këshillit Evropian viziton Ballkanin Perëndimor, thotë se angazhimi i Bashkimit Evropian ndaj rajonit është real. Ish kryeministri i arratisur Nikola Gruevski ka marrë shtetësi hungareze, ekstradimi i tij duket pothuajse i pamundur. Qytetarët dhe tregtarët thonë se vendosja e semaforit në vendkalimin në Bitpazar është zgjidhja më e mirë. Të nderuar shikues, përshëndetje. Kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se është shumë kurioz të mësoj më shumë detaje për propozimin e kancelarit gjerman Friedrich Merz për integrim gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Supozoj se kjo do të ndodhë në samitin që do të kemi tani në Malë të Zi, deklaroi kryeministri. Mickoski komentoi edhe vizitën e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në Maqedoninë e Veriut, duke theksuar se ai gjithmonë ka qenë konstruktiv në kërkimin e një zgjidhje për, siç e quajti ai, kërkesën artificiale nga një shtet antar i Bashkimit Evropian. Jemi kurioz të mësojmë më shumë rreth idesë, thot kryeministri Hristian Mickoski në lidhje me propozimin e kancelarit gjerman Friedrich Merz për integrimin gradual në Bashkimin Evropian. Kryeministri u shpreh se i ka ndëgjuar këto ide për një kohë të gjatë dhe nuk mund të thot asgjë derisa të bëhen zyrtare. Kancelari Merz shtoi ai njoftoi për këtë zhvillim të ngjarjeve në procesin e Berlinit vitin e kaluar në vjesht. Unë e kam komentuar edhe atëherë se do të ketë propozime të reja, mundësi të reja në rajon, kështu që ajo që mund të them në këtë pikë është se jemi kurioz të mësojmë më shumë rreth idesë. Supozoj se kjo do të ndodhë në samitin që do të kemi tani në Tivat, nga 4 deri më 5 qershor. Do të jem atje dhe mezi pres të dëgjoj këto koncepte dhe ide, meqense do të kemi më shumë përmbajtje, atëherë do të jemi në gjendje të flasim publikisht. Lidhur me vizitën e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në RMV, Mickoski theksoi se ai gjithmonë ka qenë konstruktiv në kërkimin e një zgjidhje për, siç e quajti ai, kërkesën artificiale nga një shtet antar i BE-s. Shpresoj se do të vazhdojmë në atë drejtim në të ardhmen dhe jam i sigurt se me praninë e tij këtu dhe gjatë takimit ton dypalësh edhe më pas në darkën e punës do të jemi në gjendje të shkëmbejmë më shumë ide për të parë nëse dhe si mund të kapërcehet kjo çështje. Se i përket çështjeve bilaterale me Bullgarinë, kryeministri u shpreh se në këtë moment nuk e ka ndërmend të lëvizë qendrim asnjë milimetër dhe se nuk ka ndërmend të plotësojë dëshira, siç i deklaroi ai. Pandryshimet kushtetuese dhe futjen e komunitetit bullgar në kushtetut Maqedonia e Veriut nuk do të lëvizë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Këtë qëndrim e ka përsëritur LSDM-ja, e cila rikujton se kanë mbetur vetëm 2 ditë deri më 1 qershor, kur Mickoski ka premtuar publikisht qytetarëve se do t'i përmbush plotësisht gjitha pikat e agjendës së reformave. Nga ana tjetër, VMRO-DPMN ka akuzuar kryetarin e LSDM-s Venko Filipçe se është i gatshëm të pranojë ndryshime kushtetuese dhe më pas ridefinim të historisë dhe identitetit maqedonas. Kanë vijuar përplasje të reja për ndryshimet kushtetuese dhe rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian, ndërmjet partive të bllokut të Maqedonas. Nga LSDM-ja opozitare kanë përsëritur qëndrimin e tyre se pa ndryshimet kushtetuese vendi nuk do të lëvizë në rrugën drejt BE-s. Ata thonë se kanë mbetur vetëm 2 ditë deri më 1 qershor, kur siç e theksojnë, Hristian Mickoski ju ka premtuar publikisht qytetarëve se do t'i përmbush plotësisht gjitha pikat e agjendës së reformave dhe detyrimet për të vazhduar rrugën evropiane. Në 2 vjet, ai ka përfunduar në mënyrë të paplot 2 pika nga 10 dhe ajo kryesorja mbetet e papërfunduar përfshirja e pakicave në kushtetut, një detyrim pa të cilin nuk do të lëvizim nga një pikë e vdekur. Pa këtë nuk do të ketë vazhdim të negociatave me Bashkimin Evropian, as hapje të kapitujve të ardhshëm, as fonde të reja evropiane, as standarde më të mira jetese për qytetarët, asgjë. Tani le të përfshijë Mickoski pakicat në kushtetut ose le të dalë para qytetarëve dhe të pranojë publikisht se nuk dëshiron antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërkaq, nga ana tjetër, VMRO-DPMN ka akuzuar kryetarin e LSDM-s Venko Filipçe se është i gatshëm të pranojë ndryshimet kushtetuese dhe më pas të ridefinimin e historisë dhe identitetit maqedonas, duke quajtur atë emisar special të Rumen Radevit.
Valentin Manasjevski tha se Filipçe është në të njëjtën linjë me Viktor Stojanovin dhe Fondacioni Maqedonia dhe me ministren bullgare Petrova Çamova, duke shtuar se Bullgaria vazhdon ta bllokojë vendin në rrugën eurointegruese për shkak të interesave të saj. За таа цел, бугарските власти со години Për këtë qëllim, autoritetet bulgare kanë gjetur pikat e dobta në politikën e Maqedonisë, si Zoran Zaev, Dimitar Kovacevski e tani edhe Venko Filipçe, të cilët u shërbejnë interesave të huaja në dëm të interesave të veta maqedonase, edhe pse qytetarët u dhanë leksion dhe i ndeshkuan në 4 zgjedhje radhazi, pikërisht për politikat e tyre antishtetrore, Filipçes dhe LSDM-s ende nuk ju vjen mendja dhe vazhdojnë me të njëjtin politikë servile, duke menduar se në atë mënyrë do të vinë në pushtet. Manasjevski theksoi se VMRO DPMN nuk do të lejojë, siç tha ai, bullgarizimin e figurave historike dhe cënimin e identitetit maqedonas, duke shtuar se Maqedonia ka histori, identitet dhe gjuhën e saj. Javën ardhshme, vendet e Ballkanit Perëndimor do të jenë në Nikoqirt presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, i cili do të takohet me udhëheqësit rajonal dhe do të bashkëkryesojë samitin BE Ballkani Perëndimor. Costa ka deklaruar se turneu i tij tregon se angazhimi i BE-s ndaj rajonit është real, po aq real sa edhe mundësia për zgjerim. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa do të udhëtojë për në Ballkanin Perëndimor javën e ardhshme, nga 1 deri më 5 qershor, për të takuar me udhëheqësit nga rajoni dhe për të bashkëkryesuar samitin BE Ballkani Perëndimor në Tivat të Malit të Zi më 5 qershor. Presidenti Costa do të diskutojë mundësitë dhe sfidat rreth zgjerimit, integrimit gradual, bashkëpunimit rajonal, sigurisë dhe stabilitetit. Turneu im i dytë në Ballkanin Perëndimor dërgon një sinjal të qartë. Angazhimi i BE-s ndaj rajonit është real, po aq real sa edhe mundësia për zgjerim. Momentumi është aty, tani është koha për të dhënë rezultate. Presidenti Costa do të vizitojë 6 partnerët e Ballkanit Perëndimor, duke filluar në Sarajev të hënën më 1 qershor. Të martën më 2 qershor, presidenti Costa do të jetë në Tiranë, pastaj do të vizitojë Shkupin. Të mërkurën më 3 qershor, presidenti Costa do të shkojë në Prishtinë, ndërsa të njëjtën më 4 qershor do të vizitojë Beogradin. Turneu do të përfundojë në Mal të Zi. Më 5 qershor, presidenti Costa do të bashkëkryesojë samitin BE Ballkani Perëndimor. Tema qendrore e këtij samiti është prosperiteti dhe stabiliteti i përbashkët i BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Presidenti Costa do të mbajë konferenca për shtyp në të gjitha qytetet që i viziton. Ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili jeton në Budapest që nga viti 2018, do të marrë shtetësinë plot hungareze në vitin 2030, raportoi portali investigativ VS Square, duke cituar burimin e qeverinë hungareze. Sipas të njëjtave burime, Gruevski ende jeton në Hungari, gjë që zvoglon ndjeshëm shanset e ekstradimit të tij në Maqedoninë e Veriut. Sipas portalit, ndryshe nga azili, i cili mund të revokohet, heqja e shtetësisë është një procedurë ligjore komplekse dhe do të kërkonte të vërtetojë se ajo është marrë nëpërmjet mashtrimit ose korrupsionit. Në këtë rast, kjo do të nënkuptonte edhe një hetim ndaj përfaqësuesve më të lartë të qeverisë së atëhershme hungareze. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë në Shkup vlerëson se Gruevski mbetet shtetas i Maqedonisë së Veriut dhe person ndaj të cilit ekzistojnë vendime gjyqësore të formës së prerë dhe procedura aktive. Në emisionin e mbrëmshëm Debat në shenja u debatua për ligjin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Profesorët Mersim Maksuti dhe Jeton Shasivari kanë shpalosur argumentet e tyre pro dhe kundër këtij ligji. Përveç partive politike, ligji i qeverisë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka përplasur edhe botën akademike. Profesorët Mersim Maksuti dhe Jeton Shasivari në emisionin e mbrëmshëm në Debat në shenja kanë shpalosur argumentet e tyre pro dhe kundër këtij ligji. Për profesorin Mersim Maksuti, ligji nuk ka elemente të ligjit. Maksuti nënvizoi se ligji nuk ka mekanizma shtrëngues dhe ndëshkues, prandaj tha se kjo ishte edhe një ndër arsyet se pse u largua nga trupi koordinues. Ky trup koordinues, i cili përbëhet prej Zavens kryeministrit, madje vërejtja ime e parë është prej këtu nis, rreth trupit koordinues. Mirë do të ishte Zavens kryeministri i partijit, jo vetëm të figurohet. Vetëm pak. Unë kërkoj ligjit çka thotë.
Jeton të lutem, Ai do jetë, të lash të flasish, sepse ligji ja garanton që të jetë edhe këtë do arsye. E kemi këtu Unë i thirrem ligjit, nuk i thirrem pallavrave, deklaratave, media andej politikanëve, unë i thirrem ligjit. E ke dispozitën, do analizojmë dhe do ta interpretojmë bashkë. Më lejo tash ta jap sqarimin tim. Ne i referohemi ligjit. Nga ana tjetër, profesori Jeton Shasivari vlerësoi se ka ligje që nuk funksionojnë me gjova, pasi ato nuk janë garanci se do të zbatohen. Shasivari theksoi se nevoja për ligj të ri nuk erdhi vetëm si pasojë e vendimit të gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e balancuesit, por edhe nga kritikat e vazhdueshme të Komisionit Evropian. Ne nuk kemi, domethënë, agenda politike. Ne jemi profesor universitar të drejtës kushtetuese dhe secili kemi dhënë kontributin maksimal, kuptimin që zgjidhja finale të jetë më e mbrojtshme në aspektin kushtetues, të ndërtohet një sistem institucional brenda. Kur jemi tek ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, vlen të përmendet se përpos propozimit të qeverisë që është në procedurë parlamentare, edhe Ziadin Sela në parlament e ka propozuar një propozim ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, duke e vlerësuar si të plot, sepse sipas opozitës propozimi i qeverisë është formal dhe nuk dëshiron zgjidhje të çështjes. Shumë qytetarë dhe tregtarë vazhdojnë të mendojnë se mbyllja e vendkalimit në Bitpazar nuk do të ishte dhe nuk është zgjidhje më e mirë. Kryetari i shoqatës së tregtarëve Xhevail Hasani në një pronësim për televizionin Shenja tha se vendosja e semaforit do të ishte zgjidhje ideale. Edhe pse kanë kaluar një javë nga protestat, qytetarët dhe tregtarët vazhdojnë të mendojnë se mbyllja e vendkalimit në Bitpazar nuk do të ishte zgjidhja më e mirë. I pranueshëm për ta është vetëm vendosja e semaforit dhe vizbardhave. Kryetari i shoqatës së tregtarëve në një prononcim për televizionin Shenja tha se vendosja e semaforit do të ishte zgjidhje ideale, sepse ura është e papërshtatshme për personat e moshuar që e frekuentojnë tregun e gjelbërt. Zgjidhja më e mirë për gjithë njerëzit që frekuentojmë dhe që ka kalojmë këto, do të ishte zgjedhja më e mirë të vendosën semafora dhe të vendosën vjet bardha. Shumë është interesant këtu njerëzit kur vinë këtu me dorë të shprasta dhe kur dalin prej pazarit, dalin me najlonat mbushura. Edhe nuk ka shansa ndonjë më i moshuar apo ndonjë plak apo ndonjë invalid ta merr këtë udhën këtu edhe tipe nëpër këtë udhë. Siç jemi të informuar edhe çka e tregon historia këtu, në kohën e Jugosllavisë ka pas tu vjet bardha. Qytetarët e anketuar nga televizioni Shenja as nuk e mendojnë mbylljen e këtij vendkalimi, deklarojnë se ky problem shumë vjeçar do të zgjidhej me vendosjen e një semafori. Më mirë do të ishte të ketë semafor, sepse shumë kombësore pasojnë këtu, po e bllokojnë edhe komunikacionin. Më mirë të ketë semafor. Me më shil kret, unë e tezga t'i lo. E lo pazarin. Ne bjetojna me këtë rrugë. Si s'na mshirët, na shmallin me bajt pina tonë, këta onë. Ku? Nur do t'i puna. Unë e mendoj që na ka kuptu kryetari, kërkeset tona do të bëhen, inshallah, edhe do të ndohet një semafor, edhe zebra do të bëhen, se ka, shikoni vetë, këto të gjithë që kije, edhe semafor, edhe zebra edhe krete. Mendoj që edhe kjo zgjedhje do të bëhet kënaqë. Ai na ka premtuar që do të bëhet. Edhe mendoj që ajo kërkesa e unë u ka krimo, veç e pritmi kryetarin që të vjen në ditë në vend ngjarje këto ta shohë. Le të vendosin semafor, pse të mbyllet? Ku do të ngjitesh lart? Shih se e lart është ura. Njeriu nuk mund të ngjitet lart. Semafor, baba, semafor. Mas mirë ja semafor. Edhe për neve si qytetarë që jena, është pas mirë semafor me pas. Mbrëm kreu i Shkupit Orce Gjorgjevski njoftoi se personalisht do të dalë në vendin e ngjarjes për të dëgjuar mendimin e qytetarëve. Nëse janë për mbyllje ose jo, tha se nuk do të merr parasysh mendimin e atyre që kanë interese biznesore që ky vendkalim të mos mbyllet. Një aksident në rrugën rajonale Kumanov-Shkup i regjistruar mbrëm, i mori jetën një 13 vjeçari nga fshati Çerkezi Kumanovës. Nga Ministria e Punës Brendshme njoftojnë se në aksident është përfshirë një veturë tipit Mercedes e drejtuar nga personi FS 24 vjeç dhe një trotinet që drejtoi nga i mituri tashmë i ndjerë. Pas përplasjes, i mituri është transportuar në spitalin e përgjithshëm të Kumanovës, ku mjekët kanë konstatuar vdekjen e tij. Sipas njoftimit të Ministrisë Brendshme, drejtuesi i automjetit është privuar nga liria.
Ushqimet dhe pijet e pashëndetshme janë gjithësisht të disponueshme dhe promovohen brenda dhe rreth shkollave. Ky konstatim ka dalë nga hulumtimi realizuar nga bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe me mbështetjen e UNICEF-it. Përfaqësuese e UNICEF-it në vendin ton, Leslie Miller, ka deklaruar se opsionet më të shëndetshme mbeten të kufizuara. Vlerësimi i ri kombëtar i mjediseve ushqyese në shkollat e Maqedonisë së Veriut ka zbuluar se ushqimet dhe pijet e pashëndetshme janë gjerësisht të disponueshme dhe promovohen brenda dhe rreth shkollave. Përfaqësuesja e UNICEF-it në Maqedoninë e Veriut, Leslie Miller, ka theksuar se fëmijët rriten dhe mësojnë në mjedise ku ushqimi i pashëndetshëm është gjerësisht i disponueshëm, i dukshëm dhe se reklamohet intensivisht ku sipas saj opsionet më të shëndetshme mbeten të kufizuara. Krijimi i mjediseve shkollore që mbështesin zgjidhjen e ushqimit të shëndetshëm është thelbësor për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve dhe për krahjen e zakoneve të shëndetshme gjatë gjithë jetës. Nga hulumtimi i bërë tregon se në çdo shkollë ku shitej ushqim, 20% e shkollave të përfshira, të gjitha opsionet ishin të pashëndetshme. Vlerësimi po ashtu ka treguar se 35% e shkollave të përfshira që ofrojnë vakte ushqimore i respektojnë standardet kombëtare të ushqimit. Ndërkaq, mbi 80% e nxënësve kanë mbështetur ofrimin e vakteve të shëndetshme dhe ushqyese në shkolla. 60% besojnë se kufizimi i ushqimit të pashëndetshëm dhe rreth shkollave do të ndihmonte t'i bëni zgjidhje më të shëndetshme, ndërsa 85% kërkojnë që ushqimi i shitur në shkolla të ketë çmime të përballueshme. Hulumtimi u realizua nga bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe me mbështetjen e UNICEF-it. Në hulumtim janë përfshirë 40 shkolla fillore dhe të mesme, ndërsa kanë marrë pjesë rreth 1700 nxënës. Dy organizatat, Merhamet dhe Vizioni M, kanë realizuar një aktivitet festiv dhe solidarizues, duke shpërndar 7.000 pako dhurata Bajrami për fëmijë në shumë qytete dhe vendbanime të Maqedonisë Veriut. Organizatorët thanë se përmes këtij aksioni buzëqeshja e festës u shpërnda në çerdhe, shkolla dhe spitale. Organizata kulturore humanitare Merhamet në bashkëpunim me shoqatën kulturore Vizioni M kanë realizuar një aktivitet festiv dhe solidarizues, duke shpërndar 7.000 pako dhurata Bajrami për fëmijë në shumë qytete dhe vendbanime të Maqedonisë së Veriut. Ky aktivitet u organizua me qëllim që gëzimi i Bajramit të arrijë tek çdo fëmijë, pa dallim etnie, feje apo statuti social. Përmes këtij aksioni, buzëqeshja e festës u shpërnda në çerdhe, shkolla, spitale, qendra për fëmijë me nevoja të veçanta, jetimore, mektebe dhe zona rurale. Shpërndarja u realizua në Shkup, Tetov, Gostivar, Kumanov, Likov, Prilep, Velez dhe Manastir. Në Shkup pako u shpërnda në çerdhet Fidani, Borobarda, në klinikën për sëmundje të fëmijëve, shtëpinë e shëndetit, shtëpinë e fëmijëve pa prindër 11 tetori, shoqata Sosvita, shoqata Dua Ilberin, qendra Nakabe, në Qarshi pranë xhamis Murat Pasha, si dhe tek jetimet e regjistruar në organizatën kulturore humanitare Merhamet. Gjithashtu, shpërndarje pati edhe në Saraj, komunën e Studeriçanit dhe në shumë zona rurale për rreth. Në Tetov aksioni përfshiu shkollat fillore Naim Frashëri, Hasan Tahsini dhe shkollën fillore Liria, qendrën Dekas, qendrën e autizmit, Flutura për jetën, repartin e fëmijëve në spitalin e Tetovës, si dhe mektebet e xhamis Firdeus, Xhepçisht dhe Zhelinës. Në Kumanov dhe Likov, shpërndarja u realizua në shoqatën edukative për fëmijë me nevoja të veçanta Vlera, shkollën fillore komunale Toli Zordumis, shkollën fillore Naim Frashëri, në fshatin Hotol, fshatin Mateq, forumi rinor një kushtak, në xhamit e fshatrave të Likovës, si dhe në shoqatat Gushinca dhe Lukara. Merhamet dhe Vizioni M falenderojnë të gjithë donatorët, vullnetarë dhe bashkëpunëtorët që kontribuan në realizimin e këtij organizimi festiv. Vazhdojmë me lajmet. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar lidhur me debatin publik të krijuar mbi një projekt në zonën e Zvërnecit, duke cilësuar si lajm të rrem pretendimin se shteti po fal pasuri publike. Rama u shpreh se nuk bëhet fjalë për asnjë falje të pronave shtetërore, duke theksuar se në rastin e Zvërnecit shteti nuk disponon asnjë pasuri atje, pasi zona që po jepet për investim është pronë private. Se më vjen tani natyrshëm të them edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin,
shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga privatët. Një raport vjetor i Kombeve të Bashkuara që dokumenton dhunën seksuale në konfliktet në mbar botën ka përfshirë forcat izraelite për herë të parë që nga fillimi i shqyrtimit më shumë se 15 vjet më parë për trajtimin e të burgosurve palestinez. Raporti 35 faqesh vendos në listën e zezë 77 parti qeveritare dhe jo qeveritare në një duzinë vendesh të dyshuara për kryerjen ose përgjegjësim për dhunë seksuale në konflikte në gjithë botën. Ai thotë se numri i rasteve është rritur ndjeshëm në vitin 2025 nga viti 2024. Lista për vitin 2025 përfshin forcat armatosura dhe të sigurisë Izraelit. Forcat armatosura dhe të sigurisë ruse u futën gjithashtu në listën e zezë për herë të parë këtë vit për dhunë seksuale kundër burgosurve të luftës dhe civilëve të ndaluar gjatë luftës në Ukrainë. Si Izraeli ashtu edhe Rusia u paralajmëruan në raportin e vitit kaluar nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres se mund të futeshin në listë. Presidenti i Kroacisë Zoran Milanović ka deklaruar se do të ishte komike nëse nuk do të ishte shqetësuese fakti që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vazhdimisht po e frikson popullin e tij duke pretenduar se Kroacia po krijon një aleancë ushtarake kundër Serbisë. Presidenti i shtetit fqin nuk heq dorë nga friksimi i qytetarëve të tij me perspektivën e një sulmi të Kroacisë dhe shqiptarëve ndaj Serbisë. Kjo do të ishte komike po të mos ishte në të vërtetë e papërgjithshme dhe shqetësuese, tha Milanović. Vitin e kaluar Kroacia ka nënshkruar me homologët nga Shqipëria dhe Kosova deklaratën e bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Pas kësaj, Vučić filloi të akuzojë Zagrebin se po krijon një aleancë ushtarake me Tiranën dhe Prishtinën kundër Beogradit. Bashkimi Evropian ka reaguar ashpër pas incidentit të fundit me dron në Rumani, ku një dron i lidhur me sulmet ruse në Ukrainë goditi një ndërtesë banimi duke shkaktuar shqetësime të reja për sigurinë në rajon. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se Rusia ka kaluar edhe një vit tjetër të kuqe me veprimet e saj ushtarake. Ajo theksoi se sulmi ka rezultuar me plagosjen e civilëve dhe shprehu solidaritet të plot të Bashkimit Evropian me Rumaninë dhe qytetarët e saj. Ndërsa vazhdojmë të forcojmë sigurinë dhe parandalimin tonë, veçanërisht në kufirin lindor, do të vazhdojmë të rrisim presionin ndaj Rusisë, u shpreh von der Leyen duke konfirmuar se BE-ja po përgatit paketën e 21 të sanksioneve ndaj Moskës. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.